Të nderuar shikues, u rikthyem në studio me personalitetin e ditës së sotme edhe temën për të cilën sot do të diskutojmë. Flasim sot për një temë të bukur, do të flasim për artin dhe njëkohësisht për gjithë veprimtarinë dhe karrierën apo risit në veprimtarinë e saj akademike dhe jo vetëm. Ajo është pedagoge e dizajnit dhe njëkohësisht prodekane për shkencë pranë Fakultetit të Arteve pranë Universitetit të Tetovës. Nder dhe kënaqësi që të kemi në studion ton profesoresh Nora Halimi. Përshëndetje profesoresh, mirë se na erdhe. Përshëndetje Ariana, është gjithmonë kënaqësi të jem në studion tuaj. Ja kemi borxhe edhe televizionit koha, sepse është për herë në mbështetje të artistëve dhe në mbështetje në veçanti të aktiviteteve të Fakultetit të Arteve. Faleminderit për ftesë. Faleminderit juve, faleminderit që gjithmonë ndani kohë për neve dhe kontribuoni në adresë të shikuesve tanë. Përveç rolit tuaj si pedagoge e dizajnit, që përmenda pak më herët, ju gjithashtu jeni dhe prodekane për shkencë pranë Fakultetit të Arteve pranë Universitetit të Tetovës. A mund të flasim pak për këtë përvojë të veprimtarisë tuaj shumë e rëndësishme? Shumë e rëndësishme. Fakulteti i Arteve, Ariana, ka një hierarki menaxhimi dhe në këtë hierarki është edhe detyra e prodekanes për shkencë. Është një detyrë që e ushtroi për 2 vite radhazi tani më, krahas detyrës mësimdhënies. Si detyrë e konsideroj më tepër se sa privilegj një detyrë shërbimi, një përgjegjësi ka shi institucionit, ka shi studentëve, ka shi stafit të profesorëve, po pse jo edhe komunitetit më të gjerë shoqëror. Është një detyrë që realizohet në bashkëpunim me dekanin e fakultetit, si dhe me zyrat përkatëse të rektoratit. Unë me këto 2 instanca kam pasur një bashkëpunim të shkëlqyer dhe besoj ky ka qenë çelësi që kemi pas një produktivitet artistik këto 2 vitet e fundit me organizime të shumta artistike dhe kulturore. Si detyrë, normalisht nënkupton organizimin dhe mbështetjen e aktiviteteve artistike, kulturore, ekspozitave, festivaleve, shfaqjeve teatrale, konferencave shkencore, pastaj zhvillimin e partneriteteve me institucionet homologe, pjesëmarrjen e Fakultetit të Arteve në forume të ndryshme arsimore, artistike e kështu me radhë. Është një detyrë që kërkon energji dhe përkushtim, por unë e kam punuar me shumë dashuri sepse fundja bëhet për studentët si dhe për ta ngritur cilësinë e përgjithshme të punës Fakultetit të Arteve. Sigurisht, ju përgëzojmë për këtë detyrë që njëkohësisht me aq shumë përkushtim e realizoni. Kalojmë të flasim pak për një pjesë tjetër. Vitin e kaluar u festua 30 vjetori i Universitetit të Tetovës. Ku qëndron sot Fakulteti i Arteve pas 30 vitesh funksionim? E vërtet, Ariana, vitin e kaluar e kemi pasur vit jubilar, kemi festuar 30 vjetorin e themelimit të universitetit dhe rrjedhimisht edhe të Fakultetit të Arteve. Ky vit jubilar na ka bërë që na ka shërbyer për t'i kujtuar, për t'i nderuar dhe vlerësuar të gjithë ato figura që në një mënyrë apo në një tjetër kanë kontribuar për themelimin e universitetit, por gjithashtu besoj ka qenë një moment kyç edhe për të reflektuar si them për sistemin e vlerave që janë prodhuar për gjatë këtij 30 vjeçari. Fakulteti i Arteve që nga fillimi e deri më sot besoj funksionon si një qendër e rëndësishme, është cilësuar si qendër e rëndësishme e krijimtarisë kulturore dhe artistike, si një qendër që ka kontribuar në edukimin e brezave të rinj, në prodhimin e kuadrove profesionale, gjithashtu ka funksionuar si një qendër që ka bërë rezistencë ose i ka luftuar anomalitë që kanë vizotruar në realitetin ton artistik dhe kulturor. Këtë pjesë do e quaja më tepër unë si llogaridhënie, si ajo që domethënë është kryer dhe ka kaluar, por më e rëndësishme se sa kjo e konsideroj pjesën e llogaribërjes, vizionit apo projektimit të pozicionit të fakultetit, për shembull, në një 30 vjeçar të ardhshëm. Unë, sa i përket pikërisht këtij viti jubilar, kam pasur një tekst, një shkrim
reflektimi i botuar në portalin Heza dhe aty kam cituar një dramaturg shumë të njohur dhe dua ta përmend edhe këtu sot për parashikuesve tuaj, George Bernard Shaw, i cili thot, më ka ngelur në mendje si citat, thot i vetmi njeri i arsyeshëm në jetën time ka qenë rroba qepsi im. Më merrte masën sa herë që më shihte, derisa të tjerët vazhduan me matjet e vjetra dhe kishin pritshmëri që ato matje të më përshtateshin. E thënë kjo në mënyrë simbolike apo metaforike, mendoj që detyre fakultetit të arteve, por edhe e të gjitha institucioneve tjera relevante të artit është që të bëjnë matje të sakta, të situatës aktuale dhe sigurisht të përpiqemi që të qepim rroba që do t'i përshtaten nevojave aktuale, nevojave të kohës. Dhe unë mendoj se Fakulteti i Arteve ka potencial, ka një staf të profesorëve të kualifikuar dhe ka një brumë studentësh të cilët besoj do na mundsojnë që ta arrijmë këtë qëllim. Profesoresh, të flasim edhe pak për rolin e prodekanes. Cilat në fakt janë detyrat që i ka prodekania dhe çfarë aktivitetesh do të na veçonit? Prodekania, siç e thash, është gjithmonë në mbështetje të një plan programi të propozuar nga dekani. Prodekani për shkencë ka detyrë që të organizojë dhe të mbështesë kryesisht aktivitetet kulturore dhe artistike, që të jetë, si them, mbështetje për aktivitetet që organizohen në kuadër të konferencave të caktuara që i organizon vetë Universiteti i Tetovës, të krijojë sigurisht marrëdhënie bilaterale me institucionet si Motra, dhe ne përgjatë këtij 2 vjeçari kemi realizuar një sër, si them, aktivitetesh të kësaj natyre, ndoshta edhe po të filloja të përmendja një nga një, do harroja disa, por do mundohem të përmend kështu sipërfaqësisht, i kaloj vetëm si emra aktivitetesh. Kemi realizuar për shembull një masterclass me 2 artistë bashkëkohor italian, të cilët kanë qëndruar në Maqedoni për një kohë të gjatë dhe kanë punuar me studentët e artit figurativ, një koncert nga një delegacion i ardhur nga Rumania, profesor dhe student bashk, të cilët kanë interpretuar një, si them, repertor me tinguj tradicional të fshatit rumun. Një aktivitet që do ta veçoja është padyshim punëtoria 5 ditore e quajtur Rrota e dashurisë, e udhëhequr nga njëri ndër artistët më të njohur të skenës bashkëkohore shqiptare dhe jo vetëm, Sislej Xhafa, madje edhe televizioni Koha ka qenë në mbështetje të atij aktiviteti. Ka qenë një aktivitet që u ka lënë jashtëzakonisht përshtypje studentëve dhe energjia besoj ka qenë reciproke, sepse edhe vetë artisti është ndarë shumë i kënaqur nga energjia apo feedbacku që ka marrë nga vetë studentët. Vitin e kaluar, për shembull, në kuadër të Kongresit të Shkencave Humane, Sociale dhe Arteve ka qenë i ftuar një artist i po këtij kalibri, Adrian Paci, dhe Adriani ndau një, si them, pjesë të rrugtimit të tij krijues, të përmbledhur sigurisht përpara studentëve të artit figurativ. Janë realizuar për shembull 2 koncerte të muzikës jazz me studentët e programit muzikor, njëri për nder të ditës së falënderimeve. Në këto koncerte kanë marrë pjesë edhe vetë profesor amerikan që janë të ardhur këtu në kuadër të programit Fulbright. Së fundmi kemi pas një takim me një artiste dhe pedagoge të mirënjohur nga Kosova, Zake Prelvukajn. Ka qenë i ftuar po ashtu një ilustrator italian, Luca Boscardini, ka pas një prezantim shumë mbreslënës përpara studentëve, kryesisht të dizajnit, por jo vetëm. Janë shumë aktivitete të realizuara për një periudhë të shkurtër kohore, por që mendoj se kanë qenë një promotor shumë i mirë i punës që bëhet brenda Fakultetit të Arteve. Meqense se profesoresh u përmendët disa aktivitete në numër edhe me emër, unë dua të ndalem pak tek disa aktivitete që janë tradicionale në kuadër të Fakultetit të Arteve pranë Universitetit të Tetovës. A mund të përmendni disa prej tyre që tradicionalisht vazhdojnë vit pas viti? Po, është e vërtet, Ariana, ne i kemi, domethënë, aktivitete tradicionale që janë të përvitshme, sigurisht
është ekspozita e fund vitit e studentëve të programit studimor art figurativ, pastaj është koncerti muzikor i studentëve të programit studimor art muzikor dhe sigurisht shfaqje teatrale të programit studimor arte dramatike dhe audiovizuele. Këto i kemi çdo vit. Në këto aktivitete studentët marrin pjesë pothuajse të gjithë, normalisht përzgjidhen punë të caktuara në lëndë të caktuara nga profesorët përkatës të këtyre lëndëve. Një aktivitet tjetër tradicional është dhe shumë i rëndësishëm është manifestimi tradicional kombëtar Ura me Triharqe. Është një aktivitet që zhvillohet mes Universitetit Tetovës, Prishtinës dhe Universitetit të Arteve të Bukura të Tiranës. Shkon në rotacion, domethënë një vit organizohet në Tiranë, pastaj Prishtinë dhe Tetovë, dhe për fatin ton të mirë, si vjet jemi ne një koqir të këtij aktiviteti. Këto ditë jemi në organizim të aktiviteteve që do të realizohen. Brenda këtij aktiviteti është një aktivitet dyditor, shumë i ngjeshur, që ka për brenda ekspozitën e studentëve të artit figurativ, koncerte, shfaqje teatrale, ka filma të metrazhit të shkurt dhe sigurisht ndonjëherë ka edhe si them aktivitete që e pasurojnë akoma më shumë programin. Si vjetë kemi të ftuar njërin ndër piktorët më të njohur të Universitetit të Tiranës, Gazment Lekën, dhe kështu që e presim me kënaqësi këtë manifestim. Të ndalemi pak të flasim edhe për programet e shkëmbimit, siç janë Erasmus, pastaj Fulbright e kështu me radhë. Të flasim pak për këto programe dhe të mira që këto programe i sjellin fakultetit, studentëve, stafit. Shumë e vërtet, programet e shkëmbimit janë gjithmonë të mirë se ardhura, sidomos për Fakultetin e Arteve. Ne para 2 vitesh, për herë të parë kemi pasur në vizit një artiste amerikane, Nicole Steiger, në kuadër të programit Fulbright. Ajo ka qëndruar në Fakultetin e Arteve, në universitetin ton, për gjatë 2 jave dhe ka realizuar ligjërata interaktive me të gjithë studentët të të gjitha viteve dhe të gjitha drejtimeve, normal bashkë me profesorët e këtyre lëndëve përkatëse, edhe ajo është ndarë shumë e kënaqur me punën që ka parë që zhvillohet këtu brenda fakultetit, po edhe studentët e kanë mirëpritur shumë si them qasjen e re që ka sjell ajo, apo frymën që ka sjell brenda fakultetit. Ky bashkëpunim sigurisht zhvillohet duke e falenderuar, unë do ta kisha falenderuar publikisht Gazmendin, e kemi atë linkun e përhershëm sa i përket aktiviteteve që zhvillohen në bashkëpunim me ambasadën amerikane. Gjithashtu kemi realizuar edhe një bashkëpunim në kuadër të platformës për mobilitet Erasmus. Kemi pasur 2 profesor italian të ardhur nga Konservatori i Kozencës të Italisë, njëri me origjinë arbreshe, Nino De Gaudio, dhe profesori Giuseppe Santelli. Ato kanë qëndruar vitin e kaluar 1 javë në ambientet e fakultetit të programit muzikor dhe kanë pasur sigurisht takime me studentët dhe profesorët dhe janë sërish si vjetë këtu. Pastaj edhe profesorët nga ky fakultet kanë marrë pjesë po në këtë konservator në një konferencë që është zhvilluar atje. Në pritje, në fund të muajit maj dhe fillimin e qershorit, jemi edhe të një profesori që na vjen nga Turqia, po që këtë herë do t'i bashkohet Departamentit të Arteve Dramatike dhe Audiovizuele. Shkëmbimi i përvojave, eksperiencave ka një vlerë të veçantë si për studentët, ashtu edhe për stafin e profesorëve. Profesoresh, me qenë se jemi në ditët e hapura të Universitetit të Tetovës dhe fakulteteve të ndryshme, të ndalemi pak të flasim për veprimtarinë e Fakultetit të Arteve, pra cilët janë programet studimore që ofron ky fakultet për t'u bërë me dije ndoshta dhe maturantëve të cilët dëshirojnë të regjistrohen në këtë drejtim. Pra çfarë programe studimore kemi? Kemi, domethënë, sapo i kemi kaluar ditët e hapura, por jemi akoma në atë periudhën që po i bëjmë si them reklam edhe punës, po edhe programeve studimore që i ofrojmë. Fakulteti i Arteve funksionon me 3 programe studimore: artin figurativ, artin muzikor dhe Departamentin e Arteve Dramatike dhe Audiovizuele.
Të gjitha këto programe kanë pastaj drejtimet e tyre. Fakulteti i Artit Figurativ funksionon me drejtimin e pikturës, dizajnit grafik, grafikës, skulpturës dhe drejtimit pedagogjik. Fakulteti i Muzikës dhe Dramës kanë një numër pak më të madh të drejtimeve dhe unë do ju kisha sugjeruar që ata që janë të interesuar për fusha, domethënë të kësaj natyre, që t'i marrin broshurat në katedrat përkatëse, ku i gjejnë të gjitha informacionet e nevojshme, ose thjesht të kyçen në webfaqen e universitetit. Aty marrin informacione jo vetëm për drejtimet, por për mënyrën e regjistrimit, sa kredi domethënë nevojiten, sa janë vitet e studimit, dhe për të gjitha të dhëna tjera teknike që mund të ju nevojiten nëse duan të regjistrohen në fakultetin tonë. Po, të flasim pak edhe për ofertën akademike për vitin e ardhshëm. Megjithëse pak a shumë i përmendet programet, po megjithatë, përpos plan programeve sa i përket ofertës akademike, unë do thoja që ne kemi një staf të kualifikuar, i kemi artistët më prominent të skenës, si them, lokale, po dhe jo vetëm lokale, ndërkombëtare. Kemi një infrastrukturë të përshtatshme për zhvillim artistik, një ambient që krijon, si them, një ambient shumë i përshtatshëm, frymëzues, do thoja, për krijim për të gjithë ata student të cilët janë të interesuar që të shprehin individualitetin e tyre dhe sigurisht të ndërtojnë një karrierë të suksesshme në fushën që e duan. Unë besoj se çdo njëri prej tyre që ka interes për cilin do fush nga këto që përmenda, nuk do të bëjë gabim nëse i bashkohet fakultetit tonë. Po. Të kalojmë të flasim pak për aktivitetet shtesë. Meqense ju përmendat disa prej tyre pak më herët, por unë dua të ndalem tek një tjetër aktivitet që edhe mua personalisht më ka lënë në mbresa. Është ky aktiviteti që Fakulteti i Arteve pranë UT-s në hapësirat e Europe House në Tetov ka organizuar një bashkëbisedim të studentëve me një artiste të njohur dhe pedagoge universitare në Universitetin e Prishtinës, Zake Prelvukaj. Në fakt. Të flasim pak për këtë eksperiencë, sa do t'ju shërbej studentëve kjo ligjërat, ky bashkëbisedim me një artiste kaq të famshme dhe si erdhi deri tek ardha e saj në Tetov. Por në vazhdën e krejt aktiviteteve që i kemi realizuar këto 2 vitet e fundit me figura shumë të njohura dhe shumë të vlerësuara të artit, nuk ishte si të mungonte ftesa edhe për një pedagoge universitare dhe një artiste multidisciplinare siç është Zakja. Zakja para disa muajsh është shpallur edhe antare korrespondente e Akademisë së Shkencave dhe Arteve në Kosovë dhe duke e pasur ne edhe mike dhe kolege të afërt na shërbeu si pretekst për ta ftuar dhe për ta realizuar këtë bashkëbisedim me studentët. Zakja është një artiste multidisciplinare, e njohim si piktore ekspresive, si artiste ose autore muralesh dhe instalimesh monumentale, domethënë ka realizuar shumë vepra konceptuale, ka trajtuar shumë tema të guximshme të cilat i kanë sfiduar normat shoqërore dhe kulturore dhe mu duk shumë e përshtatshme që ta vinin përballë studentëve që domethënë në mënyrë të drejtë për drejtë të kishte mundësinë që t'i ndajmë ne sfidat e këtij rrugtimi të gjatë dhe jo të lehtë, do thoja, edhe artistik, po edhe akademik, meqense është edhe pedagoge universitare. Në atë takim që shkoi ishte një takim, do thoja, jo shumë formal, shumë i këndshëm, patën studentët mundësi që t'i bënin pyetje dhe që të merrnin, si them, përgjigje në kohë reale, dhe është e mirë kjo ndarja e përvojave të artistëve që kanë arritur suksese në jetë, sepse është një stimul shumë i mirë për studentët të cilët janë aktual, po pse jo edhe për ata që pretendojnë të jenë pjesë e jona në të ardhmen. Sigurisht. Profesoresh, përveç asaj që jeni prodekane për shkencë, unë përmenda që jeni edhe pedagoge e dizajnit në Universitetin e Tetovës. Të flasim pak për atë se sa janë të interesuar studentët për artin, sa duan që në të ardhmen të jenë artistë dhe si zbuloni ju talentet e tillë. Studentët që janë të interesuar
për artin ka gjithmonë. Kemi në një handicap, do e thoja, një problem që kemi, do më thënë, mungesën e një shkolle të mesme të artit, të artit figurativ, sepse muzika veç më e ka, dhe një shkollë e tillë normalisht do t'i orientonte si them nxënësit që në start, në qoftë se kanë si them edhe dhunti, po edhe kanë dëshirën që të vazhdojnë të merren me veprimtari krijuese. Kjo do të na kishte ndihmuar shumë. Ne do të thënë muzika e ka pak më të lehtë sepse studentët 4 vite në shkollë të mesme, do të thënë i marrin spaku ato informatat bazë dhe kanë më të kollajt pastaj për të vendosur për të studiuar fushat të caktuara të muzikës. Në mungesë të kësaj shkolle, normalisht ne kemi këtë strategjinë që do më thënë i promovojmë ofertat tona në për shkollat të mesme, nga njerë i ftojmë edhe nxënësit e shkollave të mesme, sidomos ato që paka shumë kanë të bëjnë edhe me fushën e arteve figurative, që të vinë në ambientet e fakultetit dhe të njihen nga afër me punën që bëhet në këtë fakultet. Rrjetet sociale sot sigurisht e bëjnë të veten dhe unë mendoj se promovimi më i mirë si them që mund t'i bëhet një fakulteti, një institucioni, është puna e përditshme që bëjmë me studentët. Produktin që do më thënë e plasojmë në treg dhe pastaj normalisht ky produkt është reklama më e mirë edhe për ata që janë të interesuar për t'u regjistruar në fakultet. Përmendet pak më herët bashkëbisedimin me studentët. Do në intereson të pak raporti juaj që keni me studentët. Nga ajo që shohim nuk është raport diktatorial, sigurisht. Më bëhet shpesh kjo pyetje dhe unë gjithmonë i përgjigjem pothuajse në të njëjtën mënyrë, është larg të qeni të raport diktatorial. Natyra e fakultetit arteve specifike, kemi grupe më të vogla të studentëve, punon me to për vite me radhë, familiarizohesh dhe besoj asnjë, si them, nuk flas këtu vetëm për vete, po për gjithë stafin e profesorëve, kanë një komunikim krejt liberal, do thoja, me studentët. Ky raport besoj ka unë e përmenda natyrën e fakultetit të arteve, por besoj ky raport ka ndryshuar edhe në fakultete tjera. Ose spaku dua ta besoj se ka ndryshuar. Ndoshta kjo është arsyeja pse shumë të ri studentë ju marrin dhe si shembull në mësimdhënien e tyre. Ndoshta ky raporti që i keni krijuar me studentët ju bën që të jeni shembull dhe model i mësimdhënies për ta. Do ishte vlerësim shumë i madh nëse do na merrni për shembull. Po gjithsesi, e mira s'ka fund, ato duhet besoj ta marrin më të mirën prej secilit profesor, prej secilit përvojë, prandaj them këto eksperiencat e shkëmbimit janë jashtëzakonisht të vlefshme. Sigurisht. Po megjithatë ju përkrahni dhe artistët e tjerë, le të themi që kanë qenë ndoshta dhe studentët tuaj, e që sot janë profesorë, artistë. Dua të ndalem në një tjetër pikë, është një fjalim tjetër i juaj i mjaft mbreslënës, shumë vlerësues edhe nga publiku, edhe nga shoqëria në ekspozitën e profesoreshës së artit Enesa Mehmeti. Dhe shumë të tjerë motivoni në këtë drejtim. Të flasim pak edhe për këtë eksperiencë. Është e vërtet, Ariana, unë nuk është hera e parë që shkruaj, do i quaja parathënie për katalogjet e ekspozitave që hapen nga artistët. E kam bërë dhe më përpara, rasti i fundit ishte pikërisht një vështrim që unë e quajta më tepër interpretativ se sa kritik për ekspozitën e Enesës. Ishte një ekspozit jashtëzakonisht e bukur, një ekspozit që la emocione shumë të bukura pas, shumë vlerësime për punën e ekspozuar. Njerëzit ngelen shumë të kënaqur edhe nga vështrimi që i kisha bërë unë punës Enesës. Unë me kënaqësi, do më thënë, i pranoj ftesat e këtilla, sepse nuk është vetëm dëshirë, si them, për të shkruar ose për ta bërë një parathënie katalogu. Unë kam mbaruar, do më thënë, të gjitha provimet e ciklit të dytë master në histori të artit në Shkup. Nuk arrita ta mbroja tezën e masterit, sepse më duheshte të regjistroj një master të dytë shkaku i rrethanave të atëhershme në dizajn. Kështu që nuk është vetëm punë dëshire dhe pasioni, por besoj kam njohurinë e mjaftueshme që t'u qasem detyrave të këtilla në mënyrë serioze dhe e bëj me shumë dashuri dhe përkushtim. Për më tepër, t'je
përmende rastin e Enesës. Enesa ka qenë ish studentja e jona, do më thënë në kohën kur unë jam punësuar, Enesa ka qenë akoma studente, një vajzë shumë e edukuar, një vajzë punëtore, dhe besoj ekspozita që u hap në Qendrën Kulturo-Informative e dëshmoj edhe njëherë të gjitha këto cilësi që sapo i përmenda për këtë autor. Urëm që ta kemi dhe profesoreshën emisionin tonë për të folur për këtë ekspozit, por megjithatë fjalimi juaj vërtet ishte mbreslënës. Unë personalisht isha në atë ekspozit dhe nga ajo që pash edhe nga publiku, vërtet u mhënitëm dhe u emocionuam njëkohësisht nga i fjalim i juaj për ekspozitën në fjalë. Porosia juaj, le të themi, ose me thënë ndryshe, apeli juaj për ata që duan të studiojnë artin. Çfarë duhet kem parasysh? Ariana, duke qenë se jemi në fund, edhe është shumë mirë që po e bëjmë këtë emision dhe që po ja kushtojmë, do thoja, fakultetit arteve. Për çdo, si them, po i quaj student, se tani më ato kanë mbaruar shkollën e mesme, që është i apasionuar pas artit, pas dizajnit, pas teatrit, filmit, muzikës, unë mendoj se fakulteti i arteve i ofron të gjitha mundësit që ato të shprehin, si them, individualitetin e tyre brenda, si them, kornizave arsimore që i ofron fakulteti. Apeli im, do thoja, është ky. Fakulteti i Arteve është një derë e madhe. Mjafton që të bashkohen me ne dhe të bëhen pjesë e një komunitetit artistëve të ardhshëm. Ju siguroj me përzgjedhjen e Fakultetit të Arteve në kuadër të Universitetit të Tetovës nuk do të gabojnë. Profesoresh, faleminderit shumë që ndat nga koha juaj për të na nderuar, faleminderit për gjitha këto informacione dhe njohuri në lidhje me karrierën tuaj, po njëkohësisht edhe me Fakultetin e Arteve dhe në Universitetin e Tetovës. Të falenderoj edhe unë ty shumë, Ariana, ishte një bisedë e këndshme si çdo herë. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe për pozitivitetin që gjithmonë sjellni në emisionet tona. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës dhe tema e ditës për sot. Ju vazhdoni që qëndroni dhe më tutje me ne, do të rikthehemi pas pak në pjesën e fundit.